A të ka ndodhur ndonjëherë që të ndihesh i tensionuar duke naviguar në rrjetet sociale dhe krejt papritur futesh në një rrjet vicioz, ndërkohë ti do të ndalosh, por mendja nuk ndalon dhe ndërkohë navigon duke bërë scrolling dhe krejt papritur humbet kontrollin e mendjes, vazhdimisht mendimet gjenerojnë njëra tjetrën dhe kjo të bën të ndihesh në një rreth vicioz pa dalje. Si mund t'ja bëjmë? Si mund të marrim kontrollin e mendimit tonë dhe të mendjes tonë për të qenë në kontroll të situatave të tensionuara dhe stresante, jo vetëm gjatë rrjeteve sociale, po edhe në përditshmëri. Për këtë, një mjet shumë i mirë është meditimi. Çfarë është meditimi? Meditimi është një praktikë mendore e cila na ndihmon të rikthehemi në momentin e tanishëm, këtu dhe tani, për të marrë kontrollin e mendjes tonë dhe të mendimeve tona dhe për ta zhvendosur vëmendjen në gjërat që vërtet janë të dobishme dhe kanë vlerë për neve në momentin e tanishëm. Meditimi ka një efekt të menjëhershëm dhe të cilën ne jemi të parët që e provojmë dhe ndjejmë benefitin e tij. Nuk të besohet, le të provojmë një ushtrim të thjeshtë së bashku në këtë moment. Bëj me mua. Me një pozicion të qetë, shpina rrit drejt në mënyrë vertikale, mbyllim sytë dhe bëjmë disa frymarrje të thella dhe të avashta. Mbushemi plotësisht, edhe nxjerrim, e lënë të shkojë, fokusohen në momentin e tanishëm, vëmendja drejtohet së brendshmi, mendja brendësohet dhe fokusohemi në këtë moment këtu dhe tani, marrim vetëdije të plotë të trupit dhe të situatës ku ndodhemi dhe gradualisht vëmendjen e përqendrojmë tek frymarrja dhe observojmë procesin e thjeshtë të frymarrjes. Është një ndjesi kaq e paqët dhe e qetë, duke u fokusuar tek momenti i tanishëm, duke lënë hapësirë trupit dhe mendjes të çtensionohen, duke ofruar një pushim dhe një qetësi të thellë. Edhe një frymarrje tjetër, marrim frymë plotësisht. Siç e pat, ky ishte një ushtrim i thjeshtë, por shumë efektiv. Ju sugjeroj ta përdorim në përditshmëri, qoftë edhe për pak minuta, është një moment i cili na bën të rikthehemi në momentin e të tashëm, për të dalë nga ajo vallë e madhe e mendimeve dhe për të qenë prezent në momentin këtu dhe tani.